Hamd falënderimet tona të panuar të qofshin për Allahun Dhul Gjelal, edhe salatet e selamet tona të shumë të qofshin mbi më të zgjedhurin e njerëzimit, Muhammedin alayhis salam, familjen e tij të pastër, shokët e tij të ndershëm dhe mbi gjithë ata që e ndjekun rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër dhe motra, me pak fjalë inshallah në këtë hutbë të këtij muaji të bekuar Ramazanit, të pas parasysh se gjatë këtyre ditëve që po kalon dita e 7 e Ramazanit, kemi dëgjuar, besoj dhe kemi lexuar rreth agjerimit, rreth kuptimeve të agjerimit, rreth urtësive e kështu me radhë, aspekte këto të cilat besoj se gjatë këtyre ditëve kemi pas rast inshallah edhe me lexu, po edhe me dëgju, ka dashur Allahu xhaleshanu që kemi gjithandej programe prej më të ndryshmeve, qoftë në rrjetet sociale, po qoftë edhe në për televizione të ndryshme, e që mendoj se është shumë pozitive dhe është Allahu xhaleshanu e vërtet që të përfitojmë gjithë sa më shumë nga këto programe e këto emisione, e cilat mendoj se vërtet meritojnë edhe në Ramazan të ndiqen, sepse kemi thonë qysh në herën e kaluar se është e udhës që vërtet kur fjala e televizioneve, e rrjeteve sociale kështu me radhë, më mundu pak me agjeru edhe nga to gjatë këtyre ditëve dhe netëve. Por disa aspekte mendojmë se po kemi nevojë. Nga një herë edhe disa programe caktune edhe në televizione kështu me radhë, por për fat keq e dim se jo të shumta i kemi ato të cilat meritojnë të përcillen madje edhe jashtë Ramazanit, e mos flas kur fjala për Ramazanin. Por të e pas parasysh se edhe herën e kaluar kemi folë se çështjen e agjerimit, si agjerim, madje e dim se Allahu xhaleshanu ka dashur që pos Ramazanit na e kemi prezent edhe gjatë tërë vitit, sepse jeta jonë është e lidhur me agjerimin. Nuk ka të bën agjerimi vetëm me Ramazanin, po e dim se ka dashur Allahu xhaleshanu e këtë bukuri, kisha me thonë edhe këtë mirësi që Allahu xhaleshanu na e ka dhënë, e kemi edhe gjatë ditëve tjera, edhe muajve tjerë, tanë e tajte, ditë e bardha të çdo muaji, e sa prej datave që i dim se vërtet preferohet agjerimi e kështu me radhë. Por kur fjala e Ramazanit, nuk kemi Ramazan post në muajin e Ramazanit. Dhe prandaj edhe është një dallim me e quajtur ashtu mes asaj që ka të bën vetëm me agjerim të Ramazanit, edhe asaj që ne me hyje edhe me e di prezencën tonë edhe prezencën e tij në ne, kur fjala e neve në Ramazan, po edhe Ramazanit në ne. E që Ramazani pra nuk është thjesht vetëm agjerim. Nuk ka të bën vetëm me agjerimin, por Ramazani padyshim se ka të bën edhe me aspektin e ndryshimit tonë, e që kemi thonë se edhe aspekti kozmologjik po ndryshon, e lemo kur fjala e insanit, e jo e lemo kur fjala e besimtarit edhe besimtares. E që vërtet jo rastisht Allahu xhaleshanu ka dashur që ky me qenë i tillë vetëm se kur ka të bën me agjerim, kur ka të bën me shtim të sejdeve, kur ka të bën me shtim të shoqërimit tonë me Kur'anin, kur ka të bën me shtimin tonë të dhikrit e përmendjes të Allahu xhaleshanu, kur ka të bën me aspektin e socializimit sa më të madh, edhe aspekte të marrëdhënieve shoqërore, e të cilat mendoj se si në Ramazan ndoshta nuk praktikohen në asnjë muaj tjetër. Edhe kjo është e domosdoshme, nëse edhe këtë se do në Ramazani nuk e merr formën që duhet, pra duhet edhe gjithsesi edhe marrëdhëniet tona shoqërore, edhe familjare, farefisnore, të cilat kemi thonë se ndoshta dikuj edhe po i ndodh, edhe mos më u vizitu gjatë tërë vitit, e ndoshta spaku në Ramazan don Allahu, e spaku ndonjë iftar së bashku, e ndoshta edhe ndonjë syfyr. Para 2 nete pa të rastin me qenë iftu një syfyr me një grup të intelektualve e të djemve 3 studentëve, vërtet është prej syfyrave më të këndshëm që i kanë përjetuar gjatë jetës sime. Edhe në syfyr poftohemi, alhamdulillah, edhe padyshim se nuk ka asnjë të keqe. Pra, janë gjitha këto, po edhe aspekti i solidarizimit, e sadakës, e ndihmesës, e përkrahjes së njëri tjetrit, e sidomos atyre që kanë nevojë, krejt këto e përbëjnë Ramazanin. Nëse këto i mungojnë Ramazanit edhe na mbesin vetëm me agjerim, agjerimin e kemi edhe jashtë Ramazanit, pra po them. Prandaj, post të tjerave, ne e dim se jemi pra në këtë muaj në cilin, në fakt, edhe jo rastisht Allahu xhaleshanu edhe ka zbritur në Kur'anit. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Muaj i Ramazanit është ai në të cilin Allahu xhaleshanu e ka zbritur Kur'anin. E që vërtet, nga një herë ulema edhe kanë folë se kush cilin e kanë nderu. A e kanë nderu Ramazani dohet, Kur'anin apo Kur'ani Ramazanin?
Ka mendime të ndryshme, por mendoj se vërtet mendimi më i mirë është se që të dy kanë nderuar njëri tjetrin. Por nëse kështu është, nëse vërtet pra ky muaj që në cilin pas ka zbrit Kur'ani, nëse ky është muaj i Kur'anit, po ne a jemi të Kur'anit, ne që jemi ummet i Kur'anit, ne si musliman që vërtet e dim se si e kemi pas pra relacionin me Kur'anin në të kalushme, duke filluar nga leximi i tij, e që pa lexim nuk vihet edhe deri te kuptimi i tij, nuk vihet deri te kuptimi i tij pa thellim në të, e sidomos kur fjala e meditimit e kështu me radhë. Nëse krejt këto ne si musliman nuk i bëjmë spaku në Ramazan, atëherë kur do t'i bëjmë? Pra është muaj në cilin vërtet ish dashur më u shoqëruar në mënyrë të veçantë secilin nga ne, pra me Kur'anin, po duke e lexuar atë dhe duke e studiuar si duhet, duke u thelluar në të mënyra qysheve janë thelluar pra shumë edhe nga jo muslimanët, e që vërtet tonë dim se në mënyrë të veçantë pra e kanë studiuar sa prej tyre, e sa prej tyre vërtet ka dhënë Allahu xhaleshanuhu duke e studiuar në mënyrë të thellë, duke e kuptuar si duhet, duke medituar rreth tij, edhe kanë ardhur në përfundim edhe çka e kanë kënduar shahadetin, e kanë besuar Allahu xhaleshanuhu me besim të shëndosh, edhe e kanë pranuar Islamin. Sa prej këtyre emrave që besoj se i keni lexuar e ka dhënë Allahu xhaleshanuhu, disa edhe prej librave e punimeve të tyre i kemi edhe në gjuhën shqipe, siç është rasti i Roger Garodit, e i Kat Stevensit, Dhat Yusuf Islamit, e domthonë Abdul Hakim Muradit, e sa prej emrave të mëdhej që vërtet janë thelluar pra në leximin edhe në meditimin edhe kuptimin e Kur'anit, edhe domosdoshmërisht ai që thellohet në Kur'an, ai që vërtet shoqërohet si duhet me Kur'an, domosdoshmërisht me ardhur po në këto përfundime çfarë kanë ardhur këta burra edhe këta intelektual të mëdhenj, po edhe shkan të jetën kohë, ne si besimtar që jemi brenda Islamit, e që shpresoj të jemi edhe brenda Kur'anit, sepse këtë dytën dyshoj se sa jemi vërtet brenda Kur'anit. Kur themi sa jemi brenda Kur'anit, sa jemi ne pra afër edhe në përputhje me ahlakun, me karakterin që neve na mëson Kur'ani. E i cili, jo rasisht, kur disave ju ka interesu pak ma thellë, me kuptu kanë dash pak edhe, jo vetëm atë që e kanë po, nga aspekti i lëvizjes, i sjelljes, i të folurit, i këshillave kështu me radhë, që i ka dhënë pejgamberi sa, ka thonë, po dojna pak me ditë, eventualisht edhe në aspektin e brendshëm, në aspektin e familjes, kur na se shohum, si është pejgamberi alayhis salam. Edhe çka i kanë shku Aishës radiallahu anha, dhe kanë dashur me kuptu se çfarë karakteri ka ky njeri, si sillet ai me familje, çysh është në familje, a është i vrasht, a ngrit zonin, a ngrit dorën, gjëra këto të cilat për fat të keq, jo të pakta i kemi tek ne, e të cilat nuk kanë bëjnë vetëm me pejgamberin e Islam, vetëm me Islamin nuk kanë bëjnë. Për atë edhe Aisha radiallahu anha, duke qenë e urta e besimtarëve, nëna e besimtarëve, ajo e urtë që ka qenë plot hikmet, plot urtësi, nuk din se si ma mirë me ja u përshkru, e mos me zgjat me fjali të shumë ta e spjegive kështu, thot kane khuluquhul Kur'an. Thot pejgamberi sa është ai që ahlak të tij thot e ka Kur'anin. Merrni Kur'anin, lexoni Kur'anin, do ta gjeni një Kur'an të personifikuar pra në pejgamberin e Islam i cili hes dy këmbë, një Kur'an i gjallë. Pejgamberi e Islam pra ka qenë një Kur'an i gjallë, qysh për përshun Aisha radiallahu anha, edhe për thot mashkur pra s'di çka t'ju flas më shumë. Ky ka qenë pejgamberi e Islam, edhe kuptone, edhe dile pra se vërtet ahlaku i tij, karakteri i tij, ka qenë ai që vërtet siç e dimë edhe qysh e përshun edhe Allahu dhe shanse ka qenë një piedestale të moralit. Ka qenë në kulm, në kulminacion të moralit të sjelljes e karakterit e kështu me radhë. Gjëra këto po them që vërtet ish dashur secili prej nesh me kontrollu veten edhe po ku jemi ne me Kur'anin. Ku jemi ne me Kur'anin gjatë tërë vitit, po sidomos kur fjala e Ramazanit. Sidomos këtij muaji në cilin sa prej dietarëve e dini kanë pas atë shkolla të ndryshme, kanë pas domon me tepe, kanë pas me qindra në mijë studentë. Por gjatë Ramazanit i kanë mbyll gjitha këto. Gjatë Ramazanit i kanë mbyll edhe aspektin e legjerimit, edhe aspektin e mësimit e kështu me radhë, dhe shka janë koncentruar dhe janë mbyll, janë vetmu me Kur'anin. Janë vetmu për pas namazit e kështu me radhë dhe dhikrit, janë vetmu me Kur'anin duke e lexu, duke u thellu, duke u mundu me kuptu, duke u mundu me meditu rreth tij,
rreth urësive të tij, të cilat janë pra një oqean i pashtershëm. Janë një oqean që tonë jemi dëshmitar që sa po kalojnë vite, sa po kalojnë dekada, sa po kalojnë shekuj, edhe mileniume kisha me thonë. Ky Kur'an ka me qenë vërtet oqean i pashtershëm, i cili vazhdimisht po ju ofron mendjeve të tjelta, mendjeve të cilat logjikojnë edhe mendojnë edhe thellohen, po ju ofron urtësi të reja, po ju ofron zgjidhje të reja, po ju ofron edhe në shkenca e në drejtime prej më të ndryshmeve, në cilat gjithashtu po e ceki para 3-4 vite, pa tani rast një organizimisht në universitet me një grup të profesorëve, doktorëve, edhe rallofi Kur'anit, e thanë këtu na thanë në flasëm, kjo ju takon juve. Hoxhallarëve, ju folni thanë këtu, do të edhe ju e komentoni Kur'anin. Thash vallahi po m'vjen keq. Thash por mas paku kemi drejt na hoxhallarët. Na do të mirëni me kuptimin e tyre që ata po na shohin. Thash mas pakti na kena drejt me komentu Kur'anin. Kur'ani i dashur më shumë ti më u komentu për juve shkencëtarëve, për juve dietarëve që keni të bëni me gjeografi, që keni të bëni me histori, që keni të bëni me gjeologji, që keni të bëni me mjekësi, që keni të bëni me fusha prej më të ndryshme të cilat na ton e dim se vërtet pjesa më e madhe e Kur'anit na flet për këto aspekte. Edhe në këto don thellim të madh. Hoxha nuk është i thirrur me fol për aspektet e gjeologjisë, për aspektet e astronomisë, për cilat neve na mëson Kur'ani, e që vërtet na jep simbolikat cilat i dashur këta dietar, këta shkencëtar në fushat e tyre, e që këto i kanë bërë dietar të kalueshëm. Këto janë duke i bërë edhe disa, por jashtë tek ne po mendojnë se Kur'ani është i hoxhallarëve. Kur'ani do të më ndaj do të më ndaj në xhami, me mbajt për bereqet në rafte. Me majtë në raftë atje lartë edhe me ju thonë, mëse prekni se s'bën me prek, se i shajt është taj. Mashallah, s'po vëj kam me prek Kur'anin. Jo përkundër ja i Kur'ani do të më zbrit, do të me hek për i raftë, do të me zbrit tokë, do të me majtë dorë, do të me majtë, do të me ushështu, me ledzu, me studiu, edhe me marrë me përkthimin e tij, me komentimin e tij, e thellimin e tij, jo vetëm në kuptimin e thjesht, vetëm si lexim, edhe pse po padyshim, leximi i tij është i vlefshëm, është vërtet që i dashur, spari me këtë me statusën si prej nesh. Në Ramazan tash jemi në ditën e 7, në natën e 8 sante. Po shpresoj nëse jo më shumë, s'paku 8 xhuza se cili prej nesh i kemi lexuar deri sot. Nëse këtë se kemi bëu, si jemi kërkuar ne me Kur'anin. E mos thëm tash nëse edhe si mi morë me përkthimin e tij. Nëse pak si mi mundu, me ndonjë ajet pak më shështu ma thellë. Me lexuar ndonjë ajet me thonë se ka dalë se po më duket ky ajet çuçi edhe kanë thonë sahabët duke qenë hafiza. Kur kanë lexuar ndonjë ajet, tu kon hafiz e ka lexuar është me 100 herë. Po një ditë caktuar, një natë caktuar kur e ka lexuar, jo të dalë thotë po më duket sikurse për spari herë po e lexoj. Asi përjetimi ka pas, asi thellësie ka përjetuar të kuptimit të kështu me radhë se sa prej ajeteve, sidomos prapë po them, ajetet që kanë bëjnë me aspektet e ndryshme, që kanë bëjnë me shkencat e ndryshme, e që vërtet Kur'anin e kemi të shtërmbushur në gjitha këto. Inshallah don Allahu xhaleshanu të jemi për të tillë dhe që pra shoqërohen pak mirë, më të veçantë në Ramazan me Kur'anin. Po në tjetër kohë të jemi për atyre që duke u shoqëruar kësaj mënyre, duke e dhënë hakun mas pari agjerimit si agjerim, e i cili nuk është sa herë për përsërisim vetëm abstenim nga ngrënia dhe pirja, po edhe duke ia dhënë hakun për edhe Kur'anit, me leximin edhe me studimin dhe thellimin e te, me qenë për atyre që inshallah do për gjithë ne, sepse pejgamberi sa dini ka thonë, as-siyamu wal-Qur'anu yashfa'ani lil-'abdi yawm al-qiyamah. Agjerimi thot edhe Kur'ani do të ndërmjetësojë nesër për robin në ditën e gjykimit, do të kur do të takohemi para Allahu xhaleshanuhu. Inshallah don Allahu xhaleshanuhu po shefatit edhe ndërmjetësimit pejgamberit alayhis salam, ta kemi edhe ndërmjetësimin e agjerimit ton, e i cili duhet me qenë agjerimi kompletuar për me ndërmjetësu për ne. Po në tjetër kohë me ndërmjetësu inshallah edhe Kur'ani për secilin prej nesh, po këtë nuk e bën pos kur ne ja dojmë i hakun, kur ne vërtet shoqërohemi si duhet me te, kur ne e lexojmë edhe kuptojmë edhe studiojmë edhe thellohemi me te, edhe i zbatojmë pra porosit që vërtet na porosit me ky Kur'an. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu samiun mujib.